Kosova është në limite në sanksione de facto, dësa de jure quen kufizime financiare. Apo se a disa ka fillu vlera e sanksioneve financiare. 293 milion ka fillu, 610 milion kam rri. Sot. E para. Antarësimi Këshillin e Evropës. Vendimi Këshillit të ministrave. Për shembull, mundet mu arrit kjo me një qeveri të tillë? Për disa muaj. Pa e përmend çështjen e koeficientit që mundet më shkaktu më në rand rritja për administratën, edhe veprimet konkrete që ndërhym, për shembull, tjetër dinamik me autostrada Gjilani, tjetër dinamik me autostrada Edukagjinit, apo edhe përfundimi i punimeve dhe infrastrukturës. Zoti Haziri. Sepse kjo qeveri nuk ka kapacitete. S'po duhet me përdor terme tjera që përdorin ata, nuk ka kapacitete me punu. Përse që keni nevojë më krahasu me ta, kështu që për çata ju ka dallu edhe pjesa e bashkëpunimit. Kjo na dallon, kjo ju ka dallu. Qeveri kalimtare mundem më përballu. Po me qeveri kalimtare ju i përmendet edhe masat e Bashkimit Evropian. Mendoni që Bashkimi Evropian i heq masat dhe që të marë parasysh a kena, s'kena qeveria dhe qëfar qeveria kena, apo është vendim total i Bashkimit Evropian se kur është koha e duhun që ata me i hek masat edhe nuk na pysin neve fare? Nuk ka besim këtë qeveri. Kjo qeveri ka humbë besimin. Qysh s'ka besim kur e dim që Gjermania kogja shumë i qëndron afer zotit Kurti? Nuk i qëndron afer në çështjet që lidhen me zhvillimet mbrana Kosovës, veçanti. Asë qeveria, përkundrazi, ju e dini që nuk janë më problem shtetet mos njose në BE raport me Kosovën. Nuk ka problem Spanja, sot as Greqia. Problem sot janë shtetet që e njohin pavarësinë e Kosovës edhe që janë partner të Kosovës. Zoti Kurti ka mri me ndërtu raportet të kushzume me BE-n. Kosova nuk ka pas marrëdhënie të kushzume me BE-n. Zoti Kurti ka ndërtu marrëdhënie të kushzume me BE-n, me Shtëpinë e Bardhë, fatkeqësisht, me administratën amerikane, përgjithësi edhe me NATO deri dikon. Por NATO është strukturë ushtarake, ata kanë subordinohen komandës tyre edhe në mandatin e tyre, a që mandatin e tyre ju e dini me çka lidhet, nuk e pyesin. Është 1244. Kur dojnë me ushtru mandatin e tyre, është përtej rolit tina. Po marrëdhëniet të kushzume me BE-n, me NATO-n, me Këshillin e Evropës, ka për shkak të shteteve partnerët Kosovës. LDK-ja ka kapacitet edhe mundësi edhe besim që me debloku, me bërë liftimin që quhet, largimin e masave, jo në mënyrë të shkallëzume që i është thonë kësaj qeverie para 2 ditëve, po të me një hershme. Zotit Kurti, Zolja Kaja Kallas, që ne kemi taku para 2 ditëve, ja ka konfirmu Zotit Kurti në fytyrë që BE-ja nuk i largon masat me një hershme financiare ndaj Kosovës, por janë të shkallëzume. Pa i pa veprimet e prekshme në Kosovë, nga qeveria e juaj, dhe qeveria e re nuk ka largën masave. Dhe kjo raporti kushzum... Kallas, qka bisedu t'ju si LDK? Janë zora që kanë ardhë Kaja Kallas me i bind liderët e partive politike që me u bashku, me arrit marrëveshje politike, me zhblloku procesin kuvend. Çka saktësisht bisedoj Kaja Kallas me LDK? Me të drejtë nuk u përcjell fati i vizitës së zotit Borrell. Zoti Borrell herën e kaluar kur e ka marrë mandatin në vizitën e parë në Kosovë, në takimin e parë ka rezultuar që mas pak orë pasi ai ka lëshu Kosovën me mri marrëveshje LDK me vetëvendosjen. Por nuk ka pas rol ai në atë kohë. Në takimin që ne kemi pas me ta, është diskutu për nevojën e ndërtimit të institucioneve, por nuk ka pas ndikim as në formul, as në kur gjo. Po dhe tash është nevoja për ndërtimin e institucioneve. As tash nuk ka pas. Zoja Kaja Kallas në vizitën e parë e ka ardhur në Kosovë, sepse është vizita e dytë në rajon. E vizita e parë më e rëndësishme në Kosovë. Vizita e parë në Kosovë, edhe agendën evropianët Kosovës, LDK ka kërku me i largu masa ndëshkuese. Cila ishte përgjigjja Kaja Kallas ndaj LDK-s kur bëri një kërkesë të tillë? Aja edhe në për rolin tonë, natyrisht, besimin tonë, edhe natyrisht që arsyetimi para nesh nuk ka pas nevojë me dhonë, sepse masat janë shkaktu
për shkak të politikës zotit Kurtit edhe mund të largohen vetëm nga një ekzekutiv i cili ka guxim edhe mundësi me bë veprime politike. Sepse zoti Kurti nuk ka më besim edhe nuk ka më kapacitet me i bind BE-n që i largon mosat. Po, zoti Aziri... Raporti, ju du ta kuptoni çka është raporti kushzum. Raporti kushzum është që nuk bëhet veprim i BE-s, pa bëhet veprim qeveria e Kosovës. Cilat janë veprimet konkrete që një qeveri do duhet t'i bënte që BE t'i heq mosat e... Lista është zgjeru, lista ka fillu... Pra është sfida më e madhe. Ma madhe, sëdo ma madhe. Mos kofshin likurën e as kujt, si atë dëshiroj, çdo kryeministër që ka me marrë mandatin, ka më përballë me një agjendë që quhet në Kosovë quhet me terma agjenda shtëpisë bardhë. Që quhet më shumë administratës amerikane. Që të sfida t'u i ditë, apo hezitojnë vetë deputat që ta zhbllokojnë procesin në mënyrë që të hapë formimin e institucioneve. Dhe është një sfidë shumë e madhe që e pret secilin edhe madje vetë thatë mos qofsha në lëkurën e kryeministrit të ardhshëm. Jo, nuk ka të bëjë me deputet. Me thonë drejtën, 90% e deputetve nuk e dinë këtë agjendë. Pse po thuaj që nuk e dinë? Pse, jo, leadershipi politik është i njoftum, institucional, që është trojka në Kosovë. Trojka në Kosovë është kryeministri, presidentja edhe kryetari Kuvendit, tash jënë me 2, nuk janë më 3. Edhe kur në konë 3, o konë tjetër kush, edhe leadershipi i partive politike, që liderët e partive politike janë ma detajum në këtë agjendë, sepse e roli tyre është i përcaktum. Po të tjertë me ditë këtë agjendë, veçanti leadershipi i partijës parë, që do të me pas përgjegjësinë më të madhe, do të me vepru, nuk ka kompromis. Do shta e dim për atë arsye heziton me i formu institucionet? Jo për se zoti Kurti ka administru këtë republikë, nuk ka qeverisë. Dhe zoti Kurti e udhëheq shtetin sukur që e udhëheq vetë vendosin, fatkeqësisht. Është parimi janë one man show. Është një njeri udhëheq me partinë, një njeri po udhëheq me Kosovë. Tash nuk i kryetar të Kuvendit edhe kur ka pas, ka qenë një raport i hendikepuar, po, raport me Kuvendin, sepse kryetari i Kuvendit është folsi i parë, është deputeti i parë. Po i referohesh zotit Konjufca? Edhe zotit, po, zotit Konjufca me sa kemi pana ka qenë shumë i arsyeshëm brenda Kuvendit. Po çka ka shtyr? Madje ka kundërshtuar edhe zotin Kurti shumë shpesh. Nuk ka të bëjë me mënyrën e ushtrimit, se është model, ka të bëjë çka arriti ajo legjislaturë me shkaktu. Arriti me rujtë rolin e Kuvendit, vetëm në një element e kam rritë, se nuk bën me i përmend dështimit për e përmend, vetëm diplomaci parlamentare ka aktivizu zoti Konjufca, edhe a këni pas suksesin që e kam rritë diplomacia parlamentare, sepse LDK-ja edhe në atë kohë opozit ka udhëheq me Këshillin e Evropës dhe Asamblea Parlamentare ka rritë me votu 2/3 antarësimin e Kosovës, kur orë puna të Këshillin Ministrave të roli qeveris, ka bloku. Rezultat manastirin a shkoj pas gjë. Qeveria ka vendos, ja ka këthy tokat pa kur gjojq. Po praktikisht, në çështje tjera, ka qenë ngulfatën, sa ka qenë subordinu me agendën e qeverisë, po, sepse ka qenë një agendë kaotike, se oncat pa mbylluna, shpesh shërju ndërprejnë mungesë kvorumit. Ka pas ngërçe, ka pas plaka mes deputetës.